Interesi për paketën e maleve është i lartë në qarkun e Shkodrës. Në territorin e Bashkisë së Shkodrës rezultojnë të regjistruar deri më tani 670 aplikues që kanë shprehur interes për të përfshirë në këtë program që synon nxitjen e investimeve dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonave malore. Sipas të dhënave, zonat që kanë regjistruar numrin më të lartë të aplikimeve janë Parku Kombëtar Theth Ndërlysaj me 274 aplikime dhe zona e Ragam Shëldis me 51 të tilla. Për sa i përket paketin e maleve në Bashkinë Shkodër ka një interes të lartë në aplikime, janë afërsisht 670 aplikues për paketin e maleve. Kjo kuptohet edhe në potencialin e jashtëzakonshëm që ka Bashkia Shkodër. Janë miratuar me VKM, hartat e para me potencial zhvillimit, ku janë konkretisht Theth Ndërlysa 274 aplikues dhe Ragam Sheldi 51 aplikues. Gjithashtu Bashkia Shkodër ka dorëzuar dhe hartat e tjera me potencial zhvillimit, ku konkretisht janë Shal, Shosh, Pult dhe Posrrip. Edhe në këtë zona kemi një numër të lartë të interesuar për paketin e maleve, afërsisht 150 aplikime. Patjetër që ka asistencë nga Bashkia Shkodër, nga Bashkia Shkodër në qendër, gjithashtu dhe në njësitë administrative, ku stafet e Bashkisë Shkodër me administrator, me kryepleq, do të jenë në dispozicion të aplikuesve për plotësimin e dokumentacionit. Gjithashtu, gjaj rastin bëjnë një thirrje, përderisa aplikimet janë të hapura, ftoj qytetarë të aplikojnë në këto zona që ne i citum, domethënë në zonat e miratuara dhe në zonat që presin të miratohen, të bëjnë aplikimin. Asistenca Bashkisë Shkodër është e gatshme kurdoherë. Sipas zyrës së medias së Bashkisë së Shkodrës, paketa e maleve pritet të krijojë një mundësi konkrete investimi, të ndikojë në zhvillimin ekonomik lokal, rritjen e turizmit malor dhe forcimin e qëndrueshmërisë së zonave prioritare. Dhe për shkak të këtij interesi të shprehur, është dërguar kërkesë për shpallje si zona prioritare edhe për disa fshatra të njësive administrative Shal, Pult, Shosh dhe Posrrip.